më thonë prej dy gjama frigohen dreni cakt prej një këcijave dhe prej grave. A kur jemi te gruaja më shumë e tutë është grua sa ligjet të Kosovës? Gruaja e ndron brap në derës. Ligjet e Kosovës këj hipën avionin të shkojnë në Suedi. Dhe me thonë ligjet ndryshohen kur dush, a? Jo se ndryshohen, thjesht ka zgjidhje tjetër. Edlira e martune me Milajm Zekën. Rastësisht. Qysh po, aksidentalisht, a? Bashkë jetojmë se si jena të martume. Rastësisht, kështu. Qysh po, Milajmi ishtë patisht me full, kështë ti me full. Qysh ke puna që unë jaftut me Milajmi? Ka, ku? Në Tiranë ka qënë. Unë kam qënë duke dalë në atë ko punoja në Alsat, isha krye redaktor e lajmesh. Unë duke dalë e kisha kryer ditën në më thënë, duke hikur, taksia po më priste të më qëndë në shpi, vjen makina, ndalon të këmbët, Milajm Zeka ka ardhë me u taku me ty. A njëfshe të Milajmi? Ja. Jo, a? Ja. Unë jam e re në zanatin e 160 gazetarisë. Po, në kohën e luftës unë kam qenë fëmi. Dhe nuk është se e kisha mendjen, po tani, dëgjoj, për hir të së vërtetës, Kosova ka qenë pak... Vetëm le ta tregon për herë të parë, se kam thasë një emision, po për herë të parë ta tregoj original se shefat e kësaj, kolegët e saj më kanë njoftë. Po, gjithë. Po, por kur ka shkupja në redaksi, të nesërmen, edhe ka hynë Google me këshyrë për mu. Jo, takimi me Milajmin për herë të parë njëtë ka qenë me 17 mars, në 18 mars më thot kur po martohemi, dhe në 19 mars ikën kthehet për Kosovë. Dhe po për 3 ditë këtë kjo, me fejës, me ditë jo, ato u bënë sa më vonë, se unë isha ala kështu. Që shkë idiot, që ma zuri rrugën. Shkë idiot fjole mira. Për gvejpse. Me 19 hynë në Google e kontrolloj, edhe del Milajm Zeka, lajmi parë, Miloševiqin Hag, Milajm Zeka vrasës. Që e Zeza ma zuri vrasë si rrugën, hajde i që qafe. Pa takuzu Miloševiqi atërë se gjoja kam vrau ish ministrin Ahmet Krasniqi. Po, në Tiranë. Plus në Tiranë. Tiranë. Imagina, edhe dysa kolegët me tani menxës preqë. Jo, nuk arritat e kolegët tu, sepse të lajmi dytë ishte Milajmi ditën që vritet Ahmet Krasniqi, pak në studio, në emision, në Suedi. Fizikisht e pa mundër t'i bënde të dy gjërat njëkohësisht, e ke parasysh? Montajë ka vrona. Garant, gënjan Google. Dhe nëse, si sot e mbaj mend, kolegun tim pandi gjata, që rritë para kompjuterit, durët në gjepa dhe ojda, por jo ojda, se njofim në Milajmin, është qunë e mirë, po dëgjo pandin ti, që kedi? Sot e kësaj dite i them dy njerëzve, pandi gjatës dhe Ilvatare, së më paqen qafë se për juve jo mërtu me Milajmin. Atë ka ro mira keq, se mësitin gjithmonë është...